Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 15 nëntor të 2025. Duket se jemi në mesin e muajit nëntor, ku ndryshimet janë të mëdha të dukshme. Dita e sotme e datës 15, ku na jep një mundësi ose diçka që neve duam të arrijmë në lidhje me punë, lidhje me karrierë, lidhje me ndryshimet. Por gjithmonë mos harrojmë se dita e shtunë, paraditja ka një mesazh shumë për ty. Mesazhi është që dua të filloj diçka, por ti je me mua, kjo do të thotë që në lidhje me punën, në lidhje me ortakrin, që juve të nisni diçka ose një biznes të ri e kështu me radhë. Është një kohë mjaft e mirë përcaktuese për sa përket biznesit, për sa përket karrierës dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë. Megjithatë, është një moment tjetër tani, një moment që vërtet keni të bëni me disa çështje pune, disa udhëtime do t'i bëni, po janë udhëtime pune dhe nuk ka diçka për të shqetësuar sepse gjërat do të vinë gradualisht në anën tuaj, por megjithatë edhe pse disa çështje problematike që keni, disa gjëra që vërtet ndikojnë dhe ndryshojnë shumë nga puna juaj dhe karriera. Në çështjet që lidhen me anën tjetër të ndikimeve, ose do keni një ndarje që keni pasur më përpara, doni të bashkoheni, ose keni pasur një njohje për ta kthyer lidhje serioze, këto ditë janë të mira sepse e kaluam atë valën goditëse, valën e madhe që ka pasur problemet në lidhje me takimet, lidhje me punë, lidhje me biznese, çështje bisedimesh, por gjithsesi koha është tani mjaft pothuajse në rregull, janë gjërat që do të ndikojnë tani e tutje dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt. Megjithatë, shikojeni gjërat në detaje dhe pastaj filloni. Në çështje që lidhen me udhëtimet ose dokumentacionet ose bisedimet që do të bëni, bisedat janë shumë të mira sepse personi i ligjit ose në lidhje me punën tuaj aktuale është një moment mjaft i mirë tani e tutje. Në çështje që lidhen me disa takime që do t'i bëni pasdite, nëse keni dhe mundësinë. Tani, para se të filloj me parashkimin e 12 zodiakale zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja Roskon atje, atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve doni dhe dëshironi. Në çdo aspekt dhe në çdo paketë që juve ju intereson dhe e gjini veten aty dhe mund ta kërkoni ose kemi abonimet që janë bërë vjetore për sa përket agjendës vjetore 2026 me 365 parashikime. Pra është një agjendë më vete për gjithçka juve ju intereson dhe mund ta shikoni. Kjo bëhet në bisedime që do bëni me sekretarinë ose me mua personalisht për të marrë disa të dhëna të qarta, të sakta dhe gjithashtu për juve që interesoni mund të flasim nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit, si gjithashtu nëpërmjet emailit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe shikoni dhe më pas flasim për mesazhin, e lexojmë tek pyetje përgjigje. Dhe kështu që i kemi të gjitha në kontroll për mesazhet që ne i lexojmë e shumë gjëra të tjera, juve e keni parë dhe vetë sepse ne këtë e realizojmë. Tani, për humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se është momenti dhe koha mbase disa gjëra që mund të ndikojnë tek juve të shenjës së dashit, sepse është një mundësi shumë e mirë mbi zgjidhje të problematikave dhe të kohës së duhur për ekonominë dhe stabilizimin e saj. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me peshorët e dishit parë, duket se gjërat janë mirë, janë pozitive në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për demët duket se edhe pse ka disa gjëra që mund të ndikojnë ose disa gjëra që zgjidhen nëpërmjet një çështje pune, një çështje karriere që mund keni, por vendimi që mund të merrni, vendimi i rëndësishëm që merrni vetë shenjës së demit, që ka të bëjë shumë me ujorët e dishit parë, me luanët e dishit të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë në punë dhe në çështjet e karrierës. Por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë dhe shumë pozitive në ndryshime në vendime që do të merrni. Kurse në çështjet që lidhen me bashkim familjar është me luan. Në juve të palidhurit që keni një njohje, mund ta ktheni lidhje serioze, duket se është me akrep të dishit të tretë.
Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, në çdo drejtim, në çdo kohë që gjërat zgjidhen ose mundësitë që janë tani e tutje, për sa përket kohës, për sa përket karrierës, për sa përket mundësive që do t'ju jepen tani e tutje në punën tuaj, në lidhje me karrierën sidomos, është një moment mjaft i vyer që mund ta shfrytëzoni për të mirën tuaj në lidhje me takime pune dhe biznese. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me peshore duken të mbara, edhe pse pak me vështirësi, por do t'ja dilni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Meqense gaforret duket se tani në këtë periudhë kanë disa ndryshime, disa ndikime të mëdha në anën ekonomike, në lidhje me takime pune, në lidhje me gjëra që ngadonjëherë mund mos jenë ashtu siç pritet, por ka një kuptim kjo që juve doni t'i realizoni gjërat ose të nisni diçka të re në lidhje me punën, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime, në lidhje me anën financiare, por gjithashtu është edhe koha e duhur për sa i përket disa takime rutinë, do ta thosha unë, është momenti dhe koha ka treguar që juve mund t'ja dilni sepse keni mundësinë ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me ujor duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Me luanët, unë do thosha që tani e tutje, luanët duket se japet një dritë jeshile në fushën e punës së tyre, në fushën e biznesit sidomos, e kanë një mundësi të tillë dhe është në momenti më i mirë i mundshëm tani për ta realizuar si në kohën e duhur dhe në lidhje me punën, lidhje me vendime të rëndësishme në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashët e ditëshit parë, me dëmtë e ditëshit që është perfektja, por një kujdes të veçantë duan të dashur, bëjeni me ujor sepse mund të grindeni, mund të keni gjëra që nuk kanë qenë ku duhet, me pak fjalë juve e dini se çfarë doni të bëni, por të tjerët ju ndjekin, kjo është po muhabeti, por me sa duket është dhe momenti shumë pozitiv dhe tepër ndikim i mirë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të mëdha. Në një çështje që ka të bëjë mjaft, është shumë e rëndësishme për sa i përket takimit që mund të bëni, do thotë me binjak dhe me dashët e ditëshit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, meqense virgjëreshat duket se keni disa ndryshime dhe disa vendime të rëndësishme që mund të merrni në lidhje me pozitive dhe çështjet ekonomike financiare dhe një takim që do të bëni tani e tutje, ku ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me çështje të rëndësishme të biznesit, në lidhje me takimet e punës, lidhje me disa gjëra që ka të bëjnë ekonomie, ka të bëjnë stabilizimi, ka të bëjnë dhe mundësia në dashuri, sidomos me dem dhe me akrep, keni mundësinë e artë për të zgjidhur çdo lloj problemi që juve ju intereson. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, meqense peshoret tani për tani nuk është se ka një gjë që mund të shqetësohen, nuk shqetësohen fare sepse kohën që kanë në dispozicion është në anën e tyre më të mirë të mundshme dhe kjo do t'i zgjidhë një problem shumë të madh që juve keni pasur dikur në lidhje me anën e biznesit, në lidhje me një çështje ekonomike financiare, me disa gjëra që vërtet tani për tani është edhe momenti i duhur, sepse do të zgjidhni, keni pasur një javë mjaft të vështirë, po thoshe mund të ishte se edhe rregullimet, stabilizimet dhe momentet që juve keni janë tuaja dhe nuk diskutoj, nuk e vë dyshim përse përket stabilizimit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luanët e ditëshit të parë dhe me ujorët e ditëshit të tretë është diçka pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e akrepit. Për sa i përket akrepëve, akrepët të duket se tani për tani në këtë periudhë është një periudhë që do të ndikoheni mjaft në lidhje me vendime të rëndësishme, lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me momentin kritik ekonomik, sepse keni pasur shumë probleme, por këto janë kalimtare dhe duket se tani keni gjetur zgjidhje në problematikat e ndryshme, keni gjetur zgjidhje në punën tuaj dhe është momenti tani për të parë dhe në vazhdimsi të anës ekonomike që do të keni rritje në detyrë, edhe pse keni pasur ca çështje të lëna pesull. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me ujor janë të mbara.
vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shigjetari. Për shigjetarët të duket se tani ka të bëjnë me një mundësi të artë ku gjërat janë shumë pozitive dhe tepër ideale në lidhje me punën tuaj, në lidhje me çështjet e financave të biznesit tuaj, sepse në lidhje me biznesin, gjërat janë në vazhdimsi, jeni shumë korrekt me punën tuaj, jeni shumë korrekt me atë çka juve kërkoni, sepse gjërat janë mjaft vendimtare në lidhje me takim, në lidhje me punë, në lidhje me ndryshime, në lidhje me komunikimin që është diçka shumë e madhe për juve të shenjës së shigjetarit, ku gjërat do jenë shumë mirë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëreshtjet e diçit parë, me peshkët e diçit të tretë, duket se keni një mundësi shumë të artë, një moment mjaft pozitiv në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e bricapëve. Për bricapët është një mundësi e mirë tani e tutje, një mundësi që vërtet kjo periudhë ka edhe kohën, ka ndikimin, ka çështje në lidhje materiale, por njëkohësisht edhe gjëra të tjera që do të ndikojnë tani e tutje në anën e biznesit. Në anën e biznesit, edhe pse keni qenë pak në dilemë për punën tuaj, në dilemë për gjërat të mëdha që do të keni pasur, por kjo nuk ju prish punë, kjo nuk është problem i madh, sepse ka të bëjnë me punë, ka të bëjnë me karrierë, ka të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me vendime të mëdha financiare, ekonomike, por gjithashtu keni edhe gjëra shumë të mira pozitive në lidhje me takimin, në lidhje me ndryshimin e madh që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrepët e 10 diçit të parë, me gaforët e 10 diçit të tretë, është ndikimi më i mirë i mundshëm dhe shumë pozitiv. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Meqense ujorët të duket se tani e tutje kanë mundësinë për të zgjidhur problemin e tyre, kanë mundësinë për të arritur qëllimit e tyre, por unë do thosha që nëse keni pasur probleme në të shkuara, do thosha unë që keni pasur një ndarje me një akrep, me një binjak, por kjo është koha tani që çdo gjë zgjidhet me mirë kuptim. Dhe kjo do të thotë mundësia, kjo do të thotë rëndësia dhe periudha që ndodhin fenomenet. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh, ka të bëjnë me gafore. Me gafore sidomos është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv ku gjërat do të shikohen në vazhdimsi, kur keni mundësinë, keni kohën e duhur për gjërat që do të ndikohen. Por gjithsesi nuk ka vend për të qetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, sepse e dini shumë mirë se si gjërat funksionojnë, janë funksional në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për peshqit, meqense peshqit të duket se tani në këtë periudhë kanë disa ndryshime pune, ndryshime karriere, shtun edhe diele janë pushim që po bisedimet bëhen, sepse janë bisedime që nisin në rrugtim pozitiv, nisen në ndryshimet që do të kenë, momentet e mira që do të kenë dhe në anën tjetër, por kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, përveç se gëzime dhe ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak të 10 diçit të parë, me shigjetarët e diçitet është diçka perfekte, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse do më kuptoni, do keni shumë gjëra, e do më kujtoni pastaj se do thoni se me të vërtetë ju ka pas të drejtë në një çështje pune dhe mund ta realizoni siç ju dëshironi, por bisedojini sot dhe nesër, pra shtunë dhe dielën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe shigjetar duken të mbara, edhe pse me virgjëresh jeni pak në luftë civile. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 14. Këto ishin pak a shumë për sa përket datës 15 nëntor të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashkrimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Roskon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar në çdo aspekt që juve keni. Duke bler paketën tuaj, numër për katës së blerjes dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve dhe juve kërkoni që të dërgoni një mesazh, atë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe në kohën që neve flasim dhe përgjigjemi mesazheve, në përgjigje të mesazheve, juve e shikoni dhe vetë, keni parë, domethënë që e merrni mesazhin edhe në kohën që dërgoni, unë u lexoj dhe themi dhe përgjigjen e merrni në YouTube.
Por juve që doni që në kohën që neve doni juve që të dërgoni mesazh për një arsye apo për tjetër, mund të abononi në membership, se gjërat e lira do të jenë të mira. Shikojeni, hidhni një sy tek astrologu Jorgo Pulla në YouTube, aty ku lexon membership, klikojeni, shikojeni, hidhni një sy se atë do shikoni, sepse është një surprizë për ata që abonohen dhe për ata që e dinë se si funksionon ky shërbim dhe mund të merrni shumë gjëra plus. Nga unë Jorgo Pulla, unë ju uroj një të shtunë të mbar në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mirat.